çështja e fëmijëve është çështje e rëndësishme, është çështje bazike për çdo prind, edhe është nga përgjegjësitë kryesore që për to kena më dhënë llogari tek Allahu i mënduar nesër. Asa Allah ka përmend ku anfusakum wa ahlikum nara. Ruani vetën e juaj dhe familjet e juaj nga zjarri i xhenemit. Andaj është kërkesë dhe është parim domthoni i pandryshueshëm për çdo prind që të kujdes për fëmijët e tij. Kujdesin në kupton don dy shtylla kryesore, sikur se ka thënë Ali radhiyallahu ta'ala anhu, në për majetin, mësoni dhe edukoni. Do të thotë duhet të mësojmë atë që ju duhet dhe mbi bazën e asaj që kemi mësuar të edukojmë. Në raport me shejtanin, padyshim që nga objektivat madhore të shejtanit është goditja e familjes, kështjellës së familjes. Dhe në kuadrë saj, shpartëllimi saj edhe goditja dhe gjyëtia e individëve pasaj ndarës, veçanërisht të fëmijëve. Për të arsye ka në hadith që shejtani më shumë të i gëzohet atij që ka rit me i nda dy çifte bashkëtorë, për shkak se nga këtu fillon sherrri i madh pastaj i përshkallëzuar gjitha nivelet e shoqërisë. Në këtë aspekt, mendoj që fillimisht duhet që t'i mësojmë fëmijët bazat elementare të fesë dhe vlerat kryesore. Ibn Qayyim rahimullah thot se fëmia duhet të edukohet në vlerat kryesore si trimnia, turpi, pastaj bujaria dhe falja. Këto janë nga vlerat e mëdha. Një fëmijë duhet të jetë i guximshëm, po të jetë edhe bujar, po të ketë edhe turp, edhe kështu me radhë. Dhe në bazat kryesore të islamit, do të dinë se çfarë të respektivisht të edukohet në respektimin e autoriteteve. Do i fillon nga Allahu te barekuhu teala, autoriteti i pejgamberit alayhi salatu wasallam, autoriteti i Kuranit e pastaj prindit e kështu me radhë. Rënimi i autoriteteve është qëllim kryesor i shejtanit, sikur se përmendëm. Ai synon me rënu autoritetin e argumentit përmes një autoriteti tjetër, sikur se është logjika, edhe është autoritet, po është nën shpalljen. Prandaj goditja e autoriteteve edhe goditja e bazave të fesë është qëllim i shejtanit. Tu duhet jemi shumë të organizuar. Çështja e dytë është se nëse arrim me kalu këtë fazë që fëmia më u mësu këtë çështje ose këto çështje që përmenda, shejtani ka lënë pastaj në dobësimin e ndikimit të këtyre në jetën e përditshme. Prandaj duhet më ushqy fëmijët me bindje, me krenari, mos të kompleksohen dhe të jenë të përmbushur me aspektin fetar, që mos të jenë të zbrazur e të përmbushur pastaj me aspektin material e psharak të jashtëm, edhe kjo i imunizon raport me shejtanin fuqishëm. Çështja e tretë në kuptim të përgjigjes, se si temë është temë e madhe, po si përgjigje është, domethënë prindi duhet me i koordinu pritshmëritë e tij me mësimet e duhura. Pritshmëri duhet të koordinon me çka? Me bazat e fesë, me vlerat bazike, me bindjen, kënaqësinë që përmana, dhe gjithashtu pritshmëritë e prindit duhet të koordinohen gjithashtu edhe me mundësinë dhe kapacitetin e vetë fëmijës. Nuk duhet për shkak me bë krahasime, nga gabimet e mëdha në edukim është me krahasu. Djali i fillon të është hafiz dhe jemi të më bë. Jo që nështë ka tjera rrethana, ka tjera kapacitet, nështë ka tjera prirje, jo më bëha hafiz i Kuranit, por është bëha diçka në aspekt tjetër. Prandaj njohja e fëmijët dhe njohja e kapaciteteve dhe njohja e bazave, këto së bashku ndërtojnë pritshmëritë tona për fëmijët tonë, që nëse këto pritshmëri shëndohen në kriteret që në bazë të tyre na e masim suksesin tonë në edukim e fëmijëve tonë. Nëse përcaktojmë pritshmëri në shpërputhje me bazat, edhe në shpërputhje me kapacitetin e fëmijëve tonë, do të zhgënjemi. Për faktin se kemi ndërtuar pritshmëritë e gabuara, do të kemi rezultate pastaj të gabuara. Kështu që këtu janë mendoj disa udhëzime të rëndësishme që edhe e koordinojnë bazën e edukimit, por edhe ndërtojnë si duhet pritshmërinë karshi fëmijëve tonë. Duhet fëmia më u fol për shejtanin. Por ju më u fol për shembull diçka që i frikson ose ëndra ose kështu me radhë. Mirë, po fëmijë duhet mësu për shejtanin kryesisht në dy aspekte. E para si armik i Zotit, që e fuqizon dashnin për Zotin dhe e fuqizon pozicionimin
domthonë e fuqishëm në besim, rreshtimin e duhur. Dhe gjithashtu me mësu praktikisht fëmijën me e kundërshtu shejtanin. Mos ha me dorën e majt, se han shejtani. Mos e këtu vendosë dorën kur të hap gojën, edukata e përditshme, por që e mbjellin tek fëmiu dhe e kultivojnë tek fëmiu armiqsinë ndaj shejtanit. Jo mi fol shumë për shejtanin çu ka deviju njerëz që ka bosë, kjo nuk është kapaciteti i fëmijës. Por duhet taj me kultivu armiqsinë ndaj tij. Ky është armiku, prandaj mos hasi ai. Prandaj tani dikur duke përshkallzuar në pjekuri, përshkallzohet pastaj edhe informata për shejtanin. Kështu që nga një aspekt ndërtojmë bazat e duhura dhe vlerat e duhura, ndërtojmë pastaj gjithashtu edhe pritshmëritë e kërkuara dhe në anën tjetër ndërtojmë imunitet të mjaftueshëm të fëmijëve tonë karshi shejtanit. Mendoj që me këtë kombinim dhe këto udhëzime që i përmenda mundemi që spaku me konsideru se përgjegjësinë edukative ndaj fëmijëve e kemi qenë në vend. Mbi gjitha udhëzimi është në dorë të Allahut pastaj, nuk është në dorën tonë, mund të jap për të gjitha, po Allahu është ai që vendos. Por mendoj që në kuptim të përpjekjes, në kuptim të faktorëve të rëndësishëm në këtë aspekt, shpresojmë që i ke ndërmarrë qysh duhet. Të ndërtuar në këto 3 apo 4 shtylla që i përmend Allah dhe më së miri.